sot ti kushtojmë rëndësi edhe ajeteve të Kuranit që flasin në këtë aspekt, edhe Islamit apo sunetit të Muhamedit alayhi salatu vesselam, që në shumë hadithe të tija e ka cekur këtë çështje që Islami është një fe e lehtë. Duhet t'ua lehtësojmë popullit, jo t'ua vështërsojmë, që do ta shohim tani me disa hadithe pas pak. Imami i Mekës, Sheh Dr. Abdurrahman Sudesi, erdhi në Medinë në Universitetin Islamik, e mbajti një ligjërat shumë aktuale që kishte të bëjë me problemet globale të terrorizmit dhe efekti i saj në rinin ton islame. Të gjithë dietarët e Medinës, të gjithë profesorët doktor të Universitetit Islamik dhe Universitetit Tajiba, ku jam unë të ligjërua aty, prezantuam në atë ligjërat dhe në atë madhështore, ku edhe mor pjesë dhe princi i Medinës, prezencën e tij, doktor Imam Sudesi, Imam i Qabas, i kushtoi rëndësi që sot rinin ton na duhet të afrojmë. Duhet të afrojmë me një islam të butë, me një islam të lehtë. Duhet rinin ton të ndëgjojnë nga rinia jonë probleme që ata ballafaqohen. Mos t'u kthejmë shpinën rinis ton. Çka të kërkojmë nga rinia jonë? A të kërkojmë nga rinia jonë gjanat sekondare të islamit, apo të kushtojmë rëndësi gjërave primare dhe themelore në islam? Në ligjëratën e tij të gjatë, 1 orë gjysmë, në prezencë të princit të Medinës, Imam Sudesi kushtoi rëndësi që dialogu duhet të hyjë në fuqi dhe të ndëgjojmë problemet e rinis, qofshin vajza ato apo djemë, dhe të ballafaqohemi me ta, dhe të referohemi barnatorës së Kuranit dhe barnatorës së Muhamedit alayhi salatu vesselam, sunetit dhe hadithet e tij, dhe të gjejmë shërim për problemet tona aktuale. Ky është një islam i cili po prezantohet tani në Mekë dhe në Medinë, për një islam të lehtë, për një islam që është mesatar, për një islam që nuk ka ekstremizëm, për një islam që është plot tolerancë, për një islam tolerant, normal ku është halal brenda kornizave të fesë islame, se jo do të thonë ti thejmë gjanat që janë të ndaluara dhe obligimet, ti shkelim obligimet të ndaluara. Asesi. Prandaj duke pas parasysh karakteristikat e fesë islame, tani po kthehem dhe po i referohem halleve tona këtu. Duke pas parasysh se prej karakteristikave të përgjithshme të islamit, që është fe hynore, që ka bazën pe Allahu xhalla shanuhu, dinu rabbaniye, që është nga Allahu xhalla xhelaluhu. Duke pas parasysh islamin, që nga prej karakteristikave të tij është dinu shumulije, në fe universale e cila ka të bëjë me problemet aktuale të popullit dhe të muslimanëve në përgjithësi, me problemet politike, me problemet ekonomike, me problemet etike dhe morale, duke pas këtë çështje parasysh, duke pas parasysh që Islami është fe mesatare dhe jo ekstreme, po është fe tolerante ndaj të tjerëve, duke pas parasysh që në Islam ka fleksibilitet, ka lujune, ka do të thotë një kompromis me tjetrin, duke pas parasysh këto vlerat e mëdha të Islamit, sot unë apeloj dhe thras vetën dhe kolegët e mi dhe imamët e xhamiave tanë, dhe duke pas parasysh fazën e shtetit të Kosovës, që e shfrytëzoj rastin tani, t'u uroj pavarësinë e shtetit tonë juve, edhe për herë na qoftë kjo pavarësi, e i lutemi Allahu xhaleshanu më na ndihmue dhe që ta mirëmbajmë këtë qytet, që ta dëshmojmë veten para masës dhe popullit se më të vërtet jemi popull që dim me udhëheq veten dhe nuk kemi nevojë nga dikush tjetër të udhëheqemi. Duke e pas parasysh fazën tranzitore të Kosovës, sot na në Kosovë, në Prizren, kemi nevojë për një prezencë të Islamit që është Islami i lehtë, dinul yusri was samaha, fe e tolerancës. Kemi mjaft çka të flasim për këtë çështje. Allahu xhalla xhelaluhu në shumë ajete të Kuranit na udhëron dhe na thot: "Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fi ad-din min haraj, huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj." Ajeti tjetër po thot: "Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr." Kuptimi i ajetit parë, Allahu xhaleshanu u ka zgjedh juve o musliman që të jeni një ummet, një popull që keni me dëshmuar ditën e gjykimit para popujve të tjerë se jeni ummet mesatar. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ju kemi bën juve një popull, një ummet që është i rrugës së mesme.
Ai na ka zgjedh neve dhe nuk ka pru vështërsi në fenë islame. Ajeti, kuptimi ajetit të dytë, yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu dëshiron për ju lehtësim, asesi nuk dëshiron për ju vështërsi dhe kompleksitet në praktikimin e jetës islame. Ajeti tjetër ku Allahu xhaleshanuhu na urdhon dhe thot, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allahu me rahmetin e tij, me mëshirën e tij, po don me u lehtësua juve çështjen e fesë. Po don me u lehtësua juve, jo më uronu më tepër. Ajeti tjetër Allahu xhaleshanuhu po thot, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. Allahu xhaleshanu pasi që e pa dobësinë e juaj, dobësinë e muslimanëve në luftëra, në Mekë, në Medinë para armikut, Allahu xhaleshanu u ka lehtësuar juve dhe ka dashur që t'u bëj fenë islame fe të lehtë për praktikim. Duke u bazuar në këto hadithe, edhe duke u bazuar në këto ajete kuranore, dhe duke u bazuar në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, sa herë ka thënë shokëve të tij, është rasti i Ebu Musa al-Ash'ariut dhe Muadh ibn Jabalit, kur i ka dërguar në Yemen për me kry misionin e fesë islame. I ka thënë të dyve, shikoni, keni të bëni me një popull që është popull krishter atje. Prandaj, yessira wala tu'assira, lehtësojani popullit atje dhe mos u vështërsoni popullit fenë islame. Beshira wala tunaffira, përgëzoni atë popull, t'jeni lajm dhënës me lajme të mira dhe mos e largoni popullin nga ju, do thot me lajme të këqija apo me lajme të rishtuese apo kërcënuese. Wa tatawa'a wala takhtalifa, dhe mos e konfrontoni ju mes veti, pajtohuni mes veti, t'jeni shembull për dikon tjetër. Hadithi tjetër i Muhamedit alayhi salatu wassalam po thot, inna hadha ad-din yusr, që ka bërë rivajet Imam Buhariu, edhe ai hadithin e parë Imam Muslimi e ka transmetuar. Kjo fe është fe e lehtë. Prandaj duhet të him në këtë fe ashtu si ka kërkuar Allahu xhaleshanu në mënyrë sistematike. Si është kjo mënyra sistematike e praktikimit të fesë? Të fillojmë nga gjërat primare, nga kushtet themelore të Islamit. Kur kompletohen këto kushtet themelore dhe gjërat primare, pastaj kalojmë në gjërat sekondare. Kështu kanë vepruar muslimanët e Medinës, në Mekës në fillim të fesë islame. 13 vite të plota, Muhamedi alayhi salatu wassalam duke fol muslimanëve, duke i legjëruar muslimanët e Mekës, besoni në Allah dhe besoni në ahiret. Përforconi besimin në Allah dhe përforconi besimin për botën tjetër. Në Mekë nuk u bën farz as xhihadi, në Mekë nuk u bën farz as Ramazani, në Mekë nuk u bën farz as bulesa. Në Mekë nuk u ndalua as alpirja alkoholit. Të gjithë këto ngarkesa, të gjithë këto parime islame u bënën haram në Medinë, pas 13 viteve në prezencën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pyetja shtrohet tani, pse s'u bënën haram këto gjanat? Alkooli, pse s'u bë haram në Mekë? Për arsye se populli ende nuk ishte në gatishmëri. Ishin besimtar të rinj, posa kishin pranuar fenë islame. Edhe Hazreti Aisha radiallahu anhu këto konfirmon në hadith që ka transmetuar Imam Buhariu, po të kishte zbrit alkoholi për një herë, mos e pini alkoholin, mos bëni zina, tërë populli i Mekës kishte për të larguar nga Islami. Por në fillim të praktikimit të Islamit, në fillim të fazës islame, kanë zbrit ajetet kuranore që kanë të bëjnë me besim dhe që kanë të bëjnë me besimin në ahiret, besimin në Allah dhe besimin në botën tjetër. Kur u përforcua bindja Allahut në zemrat e tyre, kur u përforcua bindja e ahiretit në zemrat e muslimanëve, pastaj Muhamedi alayhi salatu wassalam filloi me kërku nga muslimanët e Mekës, se u shtua tortura, u shtua shtypja, u shtua presioni, duhet të bëni hijret dhe të migroni, të shkoni në Abisini, ta lini këtë vend. Muslimanët e Mekës u përgatitën shpirtërisht dhe kishin besim të madh në Allahun xhaleshanu dhe në ahiret, i lanë shtëpijat, e lanë pasurinë, e lanë familjen dhe shkuan